me Stinën dhe me Rudinën. Një bashkëpunim mes ju të dyve, si lindi bashkëpunimi? Ishe ti që kërkove Rudinën apo Rudina ty? Asnjëri njëri tjetrin, thjesht lindi rastisht. Rudina ndodhi në vendin e dur, në momentin e dur, në çastin e dur, dhe thjesht bëri një Po mirë, zakonisht para performancave kështu me një gotë ujë, Jackie, kështu, për të hequr emocionet? Ai sti, po është ai sti. Kështu lart kjo, nëse të ishte ai sti. Ama kjo është thjesht, është shtun sot, domethënë mbas këngës magjike ka after party, kështu që ne fillojmë festën që tani. Rudina, të shikojmë si Jessica Rabbit ke filmi. Ndërkohë që kënga titullohet Ëngjëll. Më trego pak, ti je ëngjëll. Më trego pak, si ndihesh në këtë bashkëpunim me Stinën? Është hera e parë që ti merr pjesë në këngën magjike? Jo. Në fakt është hera e parë që marr pjesë në këngën magjike. Është një bashkëpunim shumë interesant, se jemi dy stile të ndryshëm. Edhe pikërisht për këtë mendoj se ka dalë veçanta. Domethënë unë presupozoj se këtu është kur kryqëzohen së bashku dy gjëra të ndryshme dhe një gjë e veçantë. Ndërkohë, shikoj që keni edhe shumë çuna të tjerë që do të shoqërojnë. Kam rastin edhe të përshëndesësh Baçi, bateristi, domethënë është kitaristi Son Shalsi, si një special guest në këtë këngë ka qenë GBMC. Se kënga ishte ti e keni dëgjuar, siç po e dëgjoj tash njerëzit e kanë dhe zile telefoni, është këngë e bukur, moderne, mund të themi është një nga këngët më moderne për këtë festival, pa qenë selfish dhe egoist, por që është. Ne jemi krenar për këtë gjë. Ne jemi këtu. Një përshëndetje për Supersonic TV nga Stine, GBMC and Rudy K. Peace, jo, se ti e ëngjëll që më prunë.